Për sa i takon patjetër se cila dinamikë në secilin prej vendeve që përbëjnë hapësirën shqiptare në rajon është e ndryshme. Dhe absolutisht që për secilin rast mund të përcjellim përgjigje të ndryshme për sa i takon dhe konteksteve të cilat janë zhvilluar ngjarjet dhe për sa i takon realiteteve politike përkatëse, sepse janë padyshim realitete tërësisht të ndryshme. Nëse i referohemi Shqipërisë, Kosovës, hapësirës shqiptare në Maqedoni, apo dhe më gjërë nëse përmendim edhe faktore shqiptar martëzi apo dhe më përshep. Megjithatë, padyshim që Kosova ka qenë kryefjala politike për sa i takon ngjarjeve në tërësi, duke patur parasysh të gjithë rrugtimin e gjatë politik dhe krizës së vazhdueshme që filloi me zgjedhjet e shkurtit dhe më pas vijoi gjatë gjithë muajve, dhe që përfundoi me procesin zgjedhor të datës 28 dhjetor, përkatësisht dielën e shkuar, ku vullneti i qytetarëve të Kosovës përcaktoi një fitues të vetëm për sa i takon të drejtës për të krijuar qeverinë, dhe nga ana tjetër shohim dhe 3 partitë të tjera parlamentare, flas si gjithmonë për sa i takon partive të përkatësisë etnike shqiptare, përtej vendeve të parashikuara për pjesën e minoriteteve që janë 20 në parlamentin e Kosovës, dhe konfigurimi politik është i njëjtë në kuptimin që në 4 vitet e ardhshme do të kemi lëvizje me vendosje si parti e parë e cila do të krijojë dhe qeverinë e vetme, dhe nga ana tjetër 3 partitë në opozitë në legjislaturën e shkuar, përkatësisht Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Armiqërinë e Kosovës, të cilat në fakt janë të renditura në të njëjtën mënyrë që unë edhe përmenda emërtimet përkatëse të këtyre partive. Zgjedhja shënuan fundin e një rrugtimi krize politike, e cila absolutisht u shpërfaq edhe në segmentet tjera të jetës institucionale dhe shoqërore në Republikën e Kosovës. Vullneti dhe verdikti i qytetarit të Kosovës u dha, padyshim që ky vullnet duhet respektuar, përtej faktit që secili ka të drejtën për të gjykuar dinamikën dhe patjetër dhe gjithë zgjedhjet politike të fituesit të këtyre zgjedhjeve dhe gjatë periudhës krizës. Pra, lëvizja ishte fituesja absolutisht të këtyre zgjedhjeve, por kjo fitore nuk e largon nga përgjegjësia kryesore që lëvizja vendosje dhe zoti Kurti posaçërisht si lideri i saj pati për sa i takon të gjithë krizës së këtyre 9 muajve. Përgjegjësinë kryesore në fakt për sa i takon krizës së këtyre 9 muajve dhe implikimeve që kjo krizë solli dhe në raportet me aleatët dhe partnerët, ku veçojmë pezullimin e dialogut strategjik. Po, do dalesh edhe aty, po të lutem, përpara se të kalojmë tek Europa dhe SBA e së nesërmes, ju lutem, tani kush mendoni që do ta ketë më të vështirë, Albin Kurti të rishpik veten në mandatin e tretë, pra te kabineti, tek sfida, apo opozita për të riorganizuar, sepse ata duken në momentin më të keq të gjitha palët. Shikoni, për sa i takon qeverisjes së zotit Kurti në planin e brendshëm, mendoj që nuk do të ketë surpriza apo pritshmëri të ndryshme nga ajo çfarë kemi parë në 4 vite të shkuara. Në fakt, fabula politike e zotit Kurti gjatë fushatës zgjedhore, si në muajin shkurt, ashtu dhe tani, në fakt nuk kishte shumë lidhje me bilancet qeverisëse dhe me platformat të mirëfillta, të cilat ofrohen dhe përcillen në vendet me demokraci të konsoliduar, por edhe në vendet të cilat të hapësirave tona ballkanike, platforma qoftë edhe formale. A kjo është shumë populizëm? Padyshim që aty këtu pati disa pika të përmendura, po kryesisht kryefjala e retorikës së politike ishte çlirimi i pretenduar i veriut dhe nga ana tjetër investimet në ushtri dhe për sa i takon perspektivës
në investimet sërish në një të fushë që është ushtria dhe mbrojtja. Pra praktikisht retorika dhe fabula e zotit Kurti kishte të bënte me krijimin e një atmosfere, një gjendje jo shumë të zakonshme, e cila padyshim e bën Kosovën që të jetë në çdo moment gati ndaj të papriturave sipas tij, që mund të ngjasin Kosovës si rezultat i konteksteve rajonale dhe më gjërë. Nga ana tjetër, më duhet të them faktin që patjetër zoti Kurti gjatë muajve të krizës politike për shkurtit ndërtoi me një mjeshtëri politike, një kurs politik për partitë e grupit opozitar, udhëhoqi dhe drejtoi retorikën politike dhe absolutisht që partitë opozitare pa dashje ndoqën retorikën e tij politike dhe thjesht ishin në segmentet caktuara kohore, thjesht dhe politikisht në përgjigje të veprimeve dhe strategjive që zoti Kurti dhe kushteve që zoti Kurti ngrinte ndaj tyre. Nuk e ndërtuan konceptin e vet. Por nuk patën në momentet caktuara vizionin dhe qasjen që të dinin përtej strategjisë zotit Kurti dhe që të udhëhiqnin fabulën. Pra ngjarjet ndodhën, por fabula ishte ndërtuar fatkeqësisht nga zoti Kurti dhe thjesht opozita ishte konsumuese politike e fabulës që zoti Kurti ndërtoi, ngjarjeve të cilat ai i drejtoi drejt asaj rrjedhe që ai e konsideroi të volishme dhe të përshtatshme, dhe më pas kulmoi në momentin ku ishin përpara dilemës, në thonjza dilemës, së dy datave 21 apo 28, afate kushtetuese patjetër, dhe vendosja në fund, për sa i takon zhvillimit zgjedhjeve 28 dhjetor, që ishte epilogu nga njëra anë i të gjithë dramës politike të konsumuar në kohë, por të orkestruar nga zoti Kurti, dhe nga ana tjetër ishte dhe padyshim kurorëzimi i këtij kurti dhe plani në një fitore e cila duhet të thënë, dhe duhet kemi as pak dorë ta themi, që dhe nëse kalon numrat e vitit 2021, nuk është fitore fryme, por është fitore e mbështetjes patjetër për lëvizjet vendosur e zotit Kurti, plus element të inxhinierisë politike dhe zgjedhore të aplikuara si rezultat i ndikimit dhe ushtrimit të qeverisjes. Pra, këto zgjedhje... Po, gjithmonë partia e qeverisjes e ka një inertësi më shumë. Patjetër, po përtej kësaj, këto zgjedhje në raport dhe me zgjedhjet e shkurtit, ne vërejtëm që ndikimi i partisë në pushtet të i kaloj ata avantazhin e natyrshëm që ka çdo qeverisje në secilin vend normal demokratik. Ndikimi i të gjitha segmenteve të pushtetit absolutisht ishte shkaku kryesor për kalimin e fazës dhe numrit magjik për të krijuar dhe për të mundësuar krijimin e qeverisë vetëm. Nuk po mohojmë fitoren, nuk ishte e pritshme që lëvizja vendosur do ishte forcetar. Nuk po mohojmë fitoren, por ama nuk duhet që të heshtim dhe të tejkalojmë dhe këtë moment. Opozita, nëse ma lejoni një fjali, opozita bëri një gabim politik në momentin kur pati një diskutim mbi zgjedhjet lokale në post-zgjedhjet lokale në Mitrovicën e Jugut, për sa i takon dyshimeve të cilat ishin për pjesën e manipulimeve të mundshme. Për te kalimit të gjitha fateve dhe te kalimit të gjitha hallkave në secilin